Prej më shumë se një viti, komunikimi mes drejtoreshës së Byros Kombëtare të Hetimit BKH, Aida Hajnaj dhe kreut të SPAK-ut Altin Dumani, është kufizuar vetëm në shkëmbim informal të shkresave përmes sekretarive, emaileve dhe postë zyrtare. Shkak për këtë situatë është bërë pakënaqësia e vazhdueshme e hetuesve të BKH-s dhe mënyrës se si prokurorët e SPAK trajtojnë çështjet hetimore. Prokurorët e SPAK akuzohen nga BKH për akuza të cunguara, mungesë orientimi të hetimeve drejt veprave penale reale, si dhe përjashtimin e subjekteve dhe personave të caktuar nga hetimet për shkak të lidhjeve politike dhe klienteliste. Një nga rastet kryesore që ka kulmuar konfliktin mes Hajnajt dhe Dumanit është dosja e ndërtuesit Fatmir Bektashi, i cili është nën hetim për krime ekonomiko-financiare dhe aktualisht është nën masën e lehtë të sigurisë, detyrim paraqitje. Hetuesit e BKH dorëzuan tek prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Millonai prova të shumta që identifikonin Bektashin si personin kyç të një skeme të gjerë mashtrimesh dhe pastrimi i parash në bashkëpunim me Jamar Bërmaltezin dhe Xhimi Begen, veçanërisht në lidhje me kullat Partizani. Sipas BKH, Bektashi akuzohet për fshehjen e mbi 110 milionë eurove të ardhura nga shitjet e apartamenteve dhe njësive tregtare nëpërmjet kontratave të dyfishta, falsifikimeve të dokumenteve, evazionit fiskal dhe grabitjeve të pronave publike. Megjithatë, prokurorët Kraja dhe Millonai, sipas raportimeve të BKH, kanë shpërfillur provat e mbledhura nga hetuesit dhe kanë hequr nga dosja hetimore element kyç, duke kërkuar një masë lehtësuese për Bektashin. Kundër këtij veprimi, ka reaguar zyrtarisht Aida Hajnaj, duke kërkuar sqarime nga kreu i SPAK Altin Dumani. Mirëpo ky i fundit ka mbështetur vendimet e prokurorëve të SPAK, duke çuar në gjykat një dosje të pastruar nga akuzat e rënda. Përplasja mes dy drejtuesve është intensifikuar sërish gjatë hetimit të një dosjeje tjetër që lidhet me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ku prokurori Ols Dado gjithashtu akuzohet për eliminimin e provave që implikojnë rënd Fatmir Bektashin. Për këto raste, drejtoresha e BKH Aida Hajnaj ka raportuar zyrtarisht në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë dhe stafin e FBI-s në SPAK, duke përfshirë jo vetëm rastin e Bektashit, por edhe 33 raste të tjera të favorizimeve të zyrtarëve të lartë, politikanëve dhe oligarkëve nga prokurorët e SPAK. Pyetja që mbetet ende pa përgjigje është se cila magji e ka shpëtuar Bektashin nga masa e arrestit, duke qenë se kodi penal parashikon qartë se për krime të kësaj natyre duhet aplikuar masa arrest me burg.